Kryeministri Edi Rama ka shprehur ngushëllimet për ndarjen e befasishme nga jeta të ish-kreut të kadastrës Artan Lame pas një operacioni në zemër. Lajmi i pabesueshëm por fatkeqësisht i vërtet, ka shkruar kreu i qeverisë ndërsa i ka shprehur ngushëllimet bashkëshortes së Lames, Mirelës, djalit të tyre dhe familjes. I pabesueshëm, po fatkeqësisht i vërtet lajmi i befasishëm i ndarjes nga jeta të Artan Lames, jam pa fjalë. Ngushëllime Mirelës, djalit të tyre dhe familjes e shokëve të përbashkët, shkrua Rama. Mësuet se Artan Lame, 58 vjeç, humbi jetën pas një ndërhyrje kirurgjikale të vështirë në zemër, pas daljes nga gjendja e komës. Gjatë karrierës së tij, Artan Lame ka mbajtur pozita të rëndësishme përfshirë ato si zëvendës ministër dhe drejtori i Agjencisë së Kadastrës dhe Legalizimeve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.